e gjyqtarit. Ti je gjyqtari sot politiko për arsye se ti je juristi këtu. Ja, ta një interpretim juridik, po, urdhro. Pa qenë politik. Është e vërtetë që në 26 të ligjit për qeverinë, e thot ashtu që thot zoti Berami. Po ashtu është deri në 30, 28, 29, 30. Mbanin për fjalë, tash normal që dikuj kam i pëlqyer, dikuj jo, por nëse ky rast shkon në gjykatë kushtetuese. Domethënë qeveria në detyrë ka të drejtë edhe nëse zgjedhën deputet me i kry detyrat, sepse është në përputhje me kushtetutën edhe në 30. Po, dorëheqje, qeverinë dorëheqje, po duhet me i kry detyrat. Duhet me nejtë në detyrë, me i kry deri në zgjedhën. Unë konsideroj juridikisht këta çanin gjykatë kushtetuese, nëse do ndryshë unë falje publike ju kërkoj gjithëve. A kupton? Kjo ju kërkoj, sepse është fryma kushtetutës. Nëse nuk janë dorëheqje shkelje rrotë. Mandati i rrethë. E vërtetë është me dhënë dorëheqje, po qeverinë detyrë duhet të jetë po thotë që ka dhënë dorëheqje me atë letër. Ajo çështje tjetër, ka dhënë dorëheqje, s'ka dhënë, ajo çështje tjetër, a kupton? Informim. Do thotë mes miqve dhe mes shokëve, nuk është kryer parlament. Është keq që është bëj ligj, është keq